Jemi në rrugë për në Sazan, ishullin e vetëm të madh të Shqipërisë në detin Adriatik. Për dekada me radhë ai ishte i rrethuar nga misteri si një zonë ushtarake e ndaluar gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës. Shoqëruesi ynë, gëzimi, e një ishullin shumë mirë, pasi ka kryer shërbimin ushtarak këtu në vitin 1985. Gjatë komunizmit ishte plotësisht e pamundur të shkojë në Sazan, sepse ishulli ishte i rezervuar ekskluzivisht për ushtrin. Edhe sot, ky ishull piktoresk mban shenjat e së kaluarës. Rënojat dhe mbetjet e mira bunkerve janë dëshmi e saj. Sot turistët vinë këtu për plazhet e bukura dhe sharmi melankolik të ishullit, por edhe për shkak të mitit të tij të ri, si ishulli Trump. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan dhe dhëndri i tij Jared Kushner, planifikojnë të ndërtojnë këtu një resort luksoz, por jo të gjithë mendojnë se kjo është një ide e mirë. Disa turistë thonë se investitorët duan ta blejnë ishullin dhe të ndërtojnë komplekse turistike dhe ndërtime të tjera, por ata vetë pëlqejnë natyrën ashtu siç është. Një tjetër turist shprehet se investitori nuk e meriton ishullin, pasi ai i përket popullit shqiptar. Nga ana tjetër, një drejtues varke mendon se është diçka e shkëlqyer që është gjetur një investitor. Sipas tij, në kohën e ushtrisë gjithçka ishte shumë e pastër, ndërsa sot ishulli është kthyer në një vend për cilin askush nuk kujdeset dhe ku mbeturinat janë kudo. Ai pyet se çfarë do t'u tregojë turistëve nëse nuk investohet këtu. Megjithatë, planet e çiftit Kushner-Trump shkojnë shumë më tej. Përballë ishullit shtrihet laguna e Nartës, një zonë e madhe e mbrojtur në deltën e Vjosës. Edhe atje pritet të ndërtohet një resort luksoz, gjë që Ivanka Trump e konfirmoi sërish pak kohë më parë, duke theksuar se nuk bëhet fjalë vetëm për ishullin, por edhe për 5 milje plazh të mrekullueshëm me lagunën në njërin anë dhe detin në anën tjetër. Por planet e tyre kërcënojnë një zonë unike me ujëra të cekta, e cila shërben si stre për 220 lloje shpendësh, mes tyre pelikan dhe si rast unik në Shqipëri, flamingo. Pavarësisht kësaj, shteti hyri në një partneritet strategjik me Kushner dhe Trump dhe ndryshoi ligjet për zonat e mbrojtura. Pranë lagunës u ndërtua një aeroport për cilin zona e mbrojtur u zvogluaj qëllimisht. Por më tepër, tani lejohet ndërtimi brenda zonave të mbrojtura natyrore. Ornitologja Ledi Selgjekaj ka vite që vëzhgon shpendët në lagunë dhe zonat e tyre të folezimit. Ajo shpjegon se këta shpend të ndjeshëm bëren plotësisht nga ky ekosistem, dhe se një resort i tillë do ta shkatërrojë të gjithë zonën. Sipas saj, nuk do të mbetet më një habitat kaq i rrallë, një mozaik natyror që lumi Vjosa e ka krijuar ndër mijëra vjet. Pa pasur ende një leje ndërtimi, ekskavatorët e parë nisën punën në maj dhe që atëherë një rrugë disa kilometra e gjatë ka çarë dunat e rralla ranore. Se kush janë investitorët e tjerë përveç Kushner dhe Trump, kjo mbetet kryesisht në errësirë. Flitet për biznesmen nga Katari dhe oligark shqiptar. Këta të fundit dyshohet se mund të kenë kryer mashtrime gjatë blerjes së tokës. Minella Balliu po lufton prej dekadash në gjykat për një pronë të madhe që gjyshi i tij e kishte bler këtu në vitin 1933, edhe pse gjykata e lartë e Shqipërisë në 2 raste kishte anuluar transferimet e dyshimta të pronësisë, investitorët i nisën punimet. Balliu thotë se nuk pati asnjë lloj transparence, dhe se ata që pretendojnë se e kanë bler këtë tokë duhet kishin verifikuar më parë nëse prona ishte në proces gjyqësor dhe kujt i përkiste. Në vend të kësaj, sipas tij, gjithçka u bë fshehurazi vetëm për të grabitur tokën. Pas protestave të banorëve vendas, shkruan ZDF, tani ka një pezullim të përkohshëm të punimeve dhe spaku po heton rastin. Megjithatë, vala e indignados nuk mund të ndalet më dhe është përhapur në të gjithë vendin. Prej më shumë se një muaji, mijëra njerëz dalin çdo ditë në rrugët e Tiranës. Ata e quajnë këtë revolucioni flamingove, por tashmë bëhet fjalë për shumë më tepër, për mungesën e transparencës, korrupsionin dhe pabarazinë në jetesë. Mario, Danieli, Jona dhe Melisa janë të gjithë në punë. Megjithatë, protestojnë çdo ditë pas orarit të punës. Ata thonë se janë lodhur duke parë vendin e tyre të mbetet larg potencialit që ka dhe se ndodhen aty për një Shqipëri më të mirë. Flamingot ishin vetëm shkëndija, maja e icebergut. Pjesa më e madhe e këtij mali përbëhet nga 35 vite korrupsion dhe politikanë që kanë shfrytzuar popullin. Tashmë demonstruesit kërkojnë me zë të lartë tërheqjen e Edi Ramos. Kryeministri që e drejton Shqipërinë prej 13 vitesh na pret për një intervistë dhe mohon se mbrojtja e natyrës është në rrezik ose se ligji është shkelur. Ai shprehet, nuk mund t'i themi jo një investimi prej më shumë se 4 miliard dollarësh. Duhet ta pranojmë, duhet ta provojmë. Nëse rezultati përfundimtar do të jetë zgënjyes, ne nuk jemi të detyruar të qëndrojmë atij. Sipas tij, pronësitë e paqarta të tokës nuk janë asnjë mënyrë arsye për të ndaluar projektin. Ai shton se kushdo mund ngrejë pretendime, por përpara se një pretendim të marrë formë të prerë, duhet vendosë gjykata. Një pretendim i vetëm nuk mjafton për të bllokuar një projekt të tillë. Synimi i madh i Edi Ramos është anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por për këtë, vendi duhet përmbush standardet e EBE-s, shtetin e së drejtës dhe transparencën politike. Për momentin, megjithatë, duket se gjithnjë më shumë shqiptar po e humbin besimin tek ky proces.